Rasti I atij vllaut ton tjetër do thot në Egjipt kur ka hyrë në xhami, imamin e kanë dëgjuar në hutbe në një hadith shumë të shkurtër, ajo është kelimetani khafifetani thaqiletani fil mizan habibetani ila Rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Dy fjalë janë shumë të lehta, janë dashura te Allahu, vindron peshojën e Allahut subhanallahi wa bihamdi dhe dita subhanallahi alazim. E ka regjistru këto. Çaja ka bërë detyrë vetes me këtë takot. Selamu alaikum, alaikum selam, si po kalon, ka dal ta tregoj këtë hadith dhe ja ka lexu këtë hadith. Kelimet, dy fjalë janë shumë të lehta, dashurat e Allahu, të ronda vin peshojën e Allahut azza wa jall, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kështu pra ka bërë davet. Derisa një herë prej herave ka rat fik dhe shmu, do thot pa vetdije, kanë marrë, kanë dërguar në spital dhe kur është kfjell, kur ka ardhur në vete, mjekun e ka pa përballë. Dhe është mësu, detyrja ka bo vetës gjatë jetës me këtë takuat këtë hadith me ja thonë, me ja spjegu. Dhe po mundohet me I thonë mjekut. Mjeku qetë nuk guxon të flasësh e tjerë, kë peçon vetën në vend, thot dy fjalë deri në fund hadithin. Me përfundimin e hadithit jep shpirt, vdes. Dhe mjeku ka qenë I njohur, do thot prej si ateist, dhe I sinceriteti I këtij, Allah është përbleft. Ja lexoj hadithin. Mjeku e regjistroi e mësoi hadithin. Tash nga personi I cili e mësoi hadithin, personi moshti vdekun. Dhe sinceriteti I tij ndikoi këtë hadith, ja shpjegoi, ja lexoj dhe ai mjek bëhet sebeb me udhëzu nëpërmjet këtij hadithi. Pra, një hadith shkurt, një ajet, një fjalë e tjerë kontribonin dinin e Allah.